Doktor Rushit, ajo që ka bëmë interesant tash sa vite karrierë, çdo ditë keni dhe përballeni me hallet të ndryshme të njerëzve, me pacientë të ndryshëm, shpesh edhe mjeku familjar është ai që ndoshta e ndajmë kohën më shumë se me çdo kohë tjetër, sepse çdo dhimbje e ndajmë fillimisht me mjekun familjar. A mendon nga kretë feedbacku që ki për pacientët që jemi të gatshëm ta përqafojmë reduktimin e dëmeve që po e thot Flutra për me ndryshu këto, a jemi të informuar mjaftueshëm për kaq progres? Në qoftë se flas për karrierën time, në fillim ka qenë goxha e vështirë që të flitet për stilin e jetës, madje në qoftë se ti ke dalur për të ecur kot, edhe ke dalur për çështje shëndetësore, madje është konsideruar pak e pazakonshme, çka ka njëri që po del, se me ecë më lodh. Del për çështje të punës. Edhe në fakt jo lidhet me mënyrën se kanë jetuar njerëzit më parë. Nuk kanë pasur nevojë për të dalur për të ecur kot, sepse kanë punuar në fusha, kanë punuar në ara, nuk kanë pasur nevojë pastaj për të dalur veç sa për të dalur. Me kalimin e viteve u ndryshu situata, njerëzit nga punët e fushës kryesisht migruan në qytet edhe patëm punë të cilat janë kryesisht lidhur për karrigen, pak a shumë. Po, pasive. Përfshirë edhe puna e mjekut që pak a shumë është lidhur me pacientin, kështu që kalon pasëm 7 orë, 8 orë në punë edhe lëvizjet janë të vogla, kështu që edhe vetë mjekët do të vëdësohen që të janë pak më aktiv. Kjo ka bërë pastaj që ne të bisedojmë shumë për ndryshimin e stilit të jetës, kështu që çdo pacient që vjen, me çfarëdo problematike që vjen, ne i themi që baza e trajtimit janë 3 gjëra magjike, ti themi ashtu. E para është dieta shëndetshme, që po na mungon çdo ditë krahasuar me atë si jemi shyrë më parë, sepse ka shumë ushqime të procesuara sot. Pastaj është aktiviteti fizik, ka plot këtë përmend në radhë parë. Ndoshta programerët janë më të rrezikuar, thashë doktorët po se bën me raste. Ata që punojnë në banka, shumë persona tërë ditën të lidhur me kompjuter. Edhe vetë që ta kalojmë pas tazëm 1 orë, pastaj të ngritën pak, të lëvizin pak, të bëjnë shtriqe të muskleve, siç tha Flutura, ose thjesht të ecën pak shkallëve, kryesisht rrinë të lidhur për karrigen para kompjuterit, edhe pastaj psojnë edhe pak probleme të qëndrimit me shpinën, po edhe ato probleme për shembull cilat i kanë hipertension, diabet, problemet me lokth, ankth, stres, akumulohen për shkak të mungesës së aktivitetit fizik. Edhe sigurisht do të flasim me shumë gjëra tjera, po me që i përmenda 2 gjëra magjike, s'kam se si të mos përmend të tretën që është magjia e magjive, kujdesi për shëndetin mendor. Sot njerëzit janë shumë të preokupuar me shumë çka, edhe me gjëra të cilat ne jemi në gjendje të zgjidhim, edhe ato që si jemi në gjendje të zgjidhim, edhe ka më pak shkrem, lexim, këndim, daljen për aktivitete të ndryshme, biseda me shok. Këto janë gjëra pak a shumë të munguara të cilat ne duhet të rikthehemi.